Edi I shkon pas Elionës në për korridoret e shtëpisë, duke bërë sikur po kërkon diçka tjetër, por në të vërtetë syt I ka vetëm tek ajo. Ai e ndjek nga kuzhina te dhoma e ndenjes, pastaj deri te oborri, duke u përpjekur që të mos duket shumë I qartë, por prapë se prapë është më se e dukshme që po I rri nga pas. Ej, Eliona. Prit pak, I thot ai me një buzëqeshje të vogël, duke shpresuar të marrë vëmendjen e saj, por Eliona as nuk e kthen kokën. Ajo po rregullon flokët, po shikon përreth, po bisedon me të tjerët dhe s'po I kushton atij as edhe një sekondë. Edhe kur ai afrohet më pranë, ajo thjesht kalon përtej tij sikur as nuk e sheh. Edi tenton sërish. A do flasim pak? Thjesht 2 minuta. Eliona më në fund e shikon, por me një shprehje të ftohtë. Edi, jam me zën tani. S'kam kohë. Ai e ndjek me sy I pakënaqur, por përpiqet ta mbaj veten. Po mirë, atëherë. Më vonë? Eliona qesh lehtë, një qeshje që tingëllon më shumë si moskokçarje se sa si mirësjellje. Ndoshta, thot ajo, dhe vazhdon rrugën e saj sikur asgjë s'ka ndodhur. Edi rri një moment I heshtur duke parë nga ajo, si I hutuar. Ai e ka të qartë se I pëlqen Eliona, I pëlqen shumë madje. Sjellja e saj, mënyra si ecën, si flet, thjesht e tërheq. Por ajo duket sikur s'ka asnjë interes. Nuk e kërkon vëmendjen e tij. Nuk reagon ndaj batutave të tij, nuk e shikon ashtu si ai e shikon atë. Madje, kur afrohen të tjerët, Eliona nis të flasë të qesh me ta, ndërsa Edi mbetet mbrapa, duke u ndier I padukshëm. Ai e provon përsëri më vonë, kur e sheh të ulur vetëm në një nga divanët. Eliona, je mirë? A mund të rri pak këtu? Ajo ngre vetullën dhe I thot pa e menduar shumë, po ulu ku të duash, por mos prit që do flas shumë. Jam lodhur. Dhe Edi ulet, por ajo thjesht shikon telefonin e murit, rregullon bluzën, pastaj largohet përsëri, duke e lënë atë vetëm, I ulur dhe paksa I përshtjelluar. Në shtëpi fillojnë ta vërejnë edhe të tjerët, se si Edi mundohet t'i afrohet.